Ibrahim Juba ishte Skënder Kaplani ishte shefi i lundrimit. Valter Mero, shef mekanik i Ndecës. Shef mekanik i Ndecës. Sa muy bone ti? Tom Kola, komandant i grupit të silurave. O Letreshe. O Letreshe. Sa muy bone praktik, vetëm 1 muaj apo 3? Jo, 2 muaj. 2 muaj, ja? 2 muaj praktik. Ka qenë 2 muaj praktike. Duke më dalë unë ishte 1 muaj. Të parë të kuandre e kuptan. Në Ndecë e parë që kam qenë unë, edhe kam shku edhe një herë, pastaj prap një 4 muaj tjera. Kur pata një ngjarje dhe e kujtohet sa e kuptan, nuk e më menti, edhe më qunë në Ndecë, nga Sazani më qunë në Ndecë, prap me Biqergerben. Përsëri me Biqergerben. Jo, mund vje keq se si fikur, Skënder Kaplani ka në hije, nuk e përmenin. Edhe në për aktivitete nuk e njoftojnë. Skënder Kaplani ishte oficer shumë i përgatitur për sektorin e lundrimit. Ishte edhe shef i lundrimit flotës. Pa e njifte mirë, nga brigada e Ndecëve, shkoj shef i lundrimit flotës dhe aty ka ndej. Është gjallë. Ku është më burr? Është Tiranë. Dhe gjem numrin. Ishte një nga për mu, ishte një nga më të përgatir, edhe gjithë oficerat që kemi dalë në Brezion, ai na ka kontrollu dhe na ka certifiku. Biqergerbi ishte oficer i zoti, si komandant në Ndecë. Biqergerbi shumë i zoti. Biqeri. Ibrahim Juba si vëndës komandant, se unë s'më besoj edhe tëmë se ata ishën tjetër. Edhe po që i mbaj menon. I plasi opinionin që kemi neve, se ne ishim varca, ata ishën e përor. A faktikisht tagrin dhe çdo gjë etiketën ta vënë varcit. Për në shëngjim kuadrët e para, Metka Shabani, komandant